Selamu alaikum, të dashur miq, mirë se po takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi çdo të enjte së bashku me hoxhën tonë të nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar, përveç pranë ekranit të rrethis mund të ndiqni edhe në faqet personale që janë private të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi në Facebook dhe në YouTube, po ashtu dhe ju mund t'jeni pjesë e emisionin tonë duke u inkuadruar mes numërave kontaktuese që keni të shfaqur në ekranat tuaj 046 22 0022. Mund të na shkruani, po edhe të na telefononi. Kërkojmë ndjes ka një herët që disa telefonata po na ikun shkaku i telefonatave të shumta. Hoxhë nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah shpëblef dhe të nderoft që po gjon kohë që të jemi së bashku në emision. Kemi një pyetje para se të pranojmë telefonatën, thotë nëse dikush ta shkatron jetën, a lejohet me mallkue? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falendrojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat e selam pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bi shokët e tij shumë të nderuar, shumë të respektuar dhe mbi të gjitha ata musliman dhe muslimane të cilët rrugën e atij burri të madh kanë ndjekur dhe kanë pasuar derisa të kësaj dite. Po ata që vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj sa i përket mallkimit atij që siç e thekë ti ta ka shkatruar jetën, apo këtu do të pas parasysh dy çështje kryesore, të nëntosh shumë çështje tjera. E para, qysh e lejon vetes një besimtar që beson Zotin hak, e beson ringjalljen në hak. Qysh ja lejon vetes mja nxih jetën tjetrit? Qysh? E beson Zotin hak që po të sheh, po të nin, e din çka po bën. E beson dekën hak, natën e vorrit hak, dalin para Zotit nesër hak, dhe me veti dije, qëllimisht, me gjak ftoftësi, që shprehet atje në gjykat, me gjak ftoftësi, janë nxin jetën dikujt, në vllahun një motre, zbahen bashkë. Zbahen bashkë. Që njerëzit vriten, që është mëkati më i madh. Nuk ka mëkat më të madh. Por shumë prej tyne vrasjet i kryen në një moment pa kontroll, pa vetdije dorë, jo që shfaqsohen ata. Por ata i bin pishmani me një herë. Dërsa ky jo. Ky e myti shkojna heret. Dërsa ky tjetër që nxiti jetën, ky pelen për zgjallë me vujt, a vetë për knaqet. A shef? Çfarë shpirt prishur është? Qa më ndanaj? Qa më ndanaj? I që duhet me thonë në zëtë. Qka o zëtë? Kanë pelut. Pelut që ata që ke hidhru, pelut që ata që ja ke prishi jetën në rëbëve tina, që na jena njerës. Tash, të dhonë kem shoke me qarane. Në njeri nëse ne dim që ja u kanë zi jetën një shokut tënë të mirë, një familjarit tënë të mirë, apo të amit. Tash vjen të të onë aja për të te, dhe përpiqemi fitua të respektin e konsideratën të këti. A jep të jetë ndera tina? Ek more.
E këmërej. Të janë zive jetën miku tem, e tash po do me fitu e respektin tem, po ma shumë i dhimet Zotit, robi se sa mu dhe ty. Tjetërë që a i doran, sepse është dorimtar, është sabur, emnin e ka sabur. Sabura e që bën sabër shumë, se sabër është sabërli, sabur kër bën sabër shumë, pa kufi. Askush nuk bën sabër sa Allahu. Po mos kishte bërë Allahu, mos kishte qenë Allahu sabur, mos kishte bërë sabër më shumë se çdo kush tjetër, i kish shkatërruar ata që pja vrajnë vlijate me shte vetë në përvene ndryshme të botës. Ja kish përmbys token, ose kish shua zapi i qiellit. Por është sabur. Është sabur. Ama nuk e harran. Ja, nuk e harran. As nuk i ikin ata, as nuk më im shefen. Ja. I shtynaj. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Mos mendoni se Zoti është gafel i pak vëmendshëm, i pak kujdesshëm nga jetë çfarë bëjnë zullumçarët. Por ja fatizan i shtyn për një ditë kur zgurgullohen sytë. Vetë me rrit mahë, dita e gjykimit, ose meleku i vdekjes nata e vorret, ose të dyat bashkë. Pra kjo e para. Andaj kjo këshill, o vlla, për mua, për ty, për të tanë, se të vjen kuti, mja nëzi tjetërit jetën, mo, 1.000.000 herë mo. Mo marë se një lutje e tina, të shdalën të pjesa tjetër, tani të nëzin Zoti jetën tybre, të nëzin jetën këtë dynja, ta mush me rësir e me zjarë varë në i shkret. Dhe sen se kushtan Allahot me të dënu në varë. E lëre më që ka të bënd ditë kiametit. Dërsa ta shkëthejmë të këtë tjetëri. Kur dikush të bën keq, se kje kje e ranë, ta shka të rënjetin kje kje e ranë, kjo është kulmi, ma ranë më është me të ra plumët mytë, me që i këpit dynja skrejt. A nëpse njerëzit nga njëherë në shprejhje, ma shka të rënjetin, e marrën e hiperbalizojnë. Sepse shkatërimi i jetës, funja, në besim kader. Në besim kader. Dynjaja më që u pa thot Zoti, zbahet. Edhe nëse bëhet diçka që për ne për na duket shumë keq, po mirë, a mund të jetë fundi i saj i mirë? A ka mundësi? Po shumë herë. Po shumë herë. Pra ta Allah ka thonë, asa në të kërhu shejën, wa huwa khairun lakum. Mund të ndodhë që ju i duket diçka shumë e keqe, shumë e randë, e urrejnë s'ka ishmerisht, ama aje për ju është me mirë. Por mas andej, tash nuk pëdin. Fakti që nuk pëdin, po e cilësën për vlerësën të keqe, të urrejtur, a mja ditë fundin pastaj, këshe kesh, dhe këshe vlerësu të mirë. Pra, mjenëzijet e njeri jutë, njeri është të kuptan, është të randë, edhe tash, kë ka marë së funit dynjas, dhe e ka bërë armikun kryesor qatë person. Mirë, a është e drejtë, a në rregull. A e bëni ka boll, nga ana e ti e bëni ka boll. A është e drejtë me bëllë të ka boll tash. E mja këthimet njëjten. Për nuk në rregull. Në musliman është ai. Aje musliman, të ka bo zëllëm, po. Je po du me nem, të shkojmë të nema.
Mallkimi dhe nama kanë dallim. Mallkimi dhe nama kanë dallim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar me I mallku muslimanët, pavarësisht se çka të bojnë ata. Dhe dohet me shtin kryq çdo musliman dhe muslimane deri të vdes. Rujo se e qet pej gojës tane fjalën mallkim ndaj ndonjë muslimani me emën. Rujo. Sepse ka shumë hadithe për këtë çështje. Ndërto, lanul muslimi ke qatlihi, mallkimi muslimanët si me vra. Si me vra. Ndërto, lejse l-muminu bil-la'ani wala t-ta'ani wala l-fahishi wala l-badhi. Besimtari nuk mallkon. Besimtari nuk e akuzon njerëzit. Besimtari nuk është I pamaralshëm. Besimtari nuk flet për kësaj goje fjalë pesta. E rum gjuhën. Pastaj ka në hadith Muslim, kur dikush e mallkon tjetrin, vllahun e vet. Ka me shku ati mallkimi, ose ka më të kthy ty. La ilaha illallah. Nuk ka marrant, mas vrasjes. Andaj e ndaluar për atë të gjithë ulemat islam. Të gjithë ulemat islam e kanë konsideruar njërën prej harameve, mëkateve më të mëdha që mund të bëj robi në këtë dynja me mallku vllahun dhe motrën muslimane. Tashmë në mundje për t'i pa aj. Mallkimi nuk shkon ati kundër atij që t'ka dhënë ty të ka qitë ndjep të ka përkun, e ta pare për ditë, ta lag gushën atë ty, nuk na pedim. Po mallkimi zakonisht kanë për çata që I drejtohet që atij që ka bo keq. Megjithatë, mbaje mend, të gjithë ulemat kanë thonë dhe kanë cekur edhe ata që kanë përmbledhur mëkatet të mëdha në përvëllni libra të caktuara. Se Hetemiu dhe të tjerë, dhe Hebiu dhe të tjerë, prej mëkateve më të mëdha është mallkimi ndaj muslimanëve. Pastaj, ata që mallkojnë, përpas që hynë gjëna shumë, ata në ditën e kiametit nuk kanë të drejtë me bo shefat për kërkën këtë dynja. Çfarë hajrit madhja hupin veti? Ne shpresojmë të Zoti shumë, të bareke o taala. Shumë shpresojmë të Allahu që do të na jepet mundësia me bo shefatin njëri për tjetrin. Cilët jetë me mirë të Zotit? Cilët hynë xhenet I pari? Nëse tjetrin, shokin, vllahun, motrën, burrin, gruan, njerë që ke njoft e ke dasht, nuk peshe. Dhe vetë o Zot jam ku filani, kemi lujt, kemi hangër, kemi pi, kemi mësu, kemi fal, kemi adhuru Zotin bashk, Zot jam ku, në gjehnem. La ilaha illallah, Zot jam ma mundësan, bëm shafat për të nxjerrë për gjehnemit, të s'jam I qetu në këto, a në gjehnem. Zot atë shkën në zërë, shkën në gjehnem ka për bere këtu. Pa dhe shfa një meti madhër. Dhe shfa një meti madhër. Sa fsha hajrin të tjerve edhe në botin tjetër. Kë që malkan, kë ka të ndaluar.
Andaj nuk bën mallku. Menam po. Me mallku jo. Menam po. E që bie më lutë kundër tina. Lutë kundër tina. Thuj qaj që ma ka bo që to. Nëse që përdojnë ka një dëgra, përdojnë ka në thuj, nëse o pej dorës, nëse është pej Allahut, mirë se ka ardhë. Nëse është pej dorës të insanit, Allahu martë hak. Po edhe, po të nësëje, s'ka dërtë. O Zot, qëja këte, qëja këte, qëja këte, qëja këte, qëja këte. Lutu. Qëfri jo, ki drejt. Drejt ki, gjuna se ki. Gjuna ki vesh një, ma e men. Mallkimin, lanetin. Pse, ta shpjegojmë këtë edhe zgjata, ta ndërprejmë, se edhe është zgjata, pse? Sepse mallkimi, fjala mallkim, në aspektin terminologjiko fetar, shariatik, do të thot, me i qitë kufi, robit, mes ti dhe mes rahmetit Zotit. Thuj ndryshe, me a bo haram, thonë në Zot, bëja në rahmetin tënë haram këti njeri. E që i bije, o Zot të kurën të rëndë përse qënë gjehnem që e fellë. Me qëfa drejtë ja bënd të robit haram rahmetin e Zotit? Këtë din të që bë Zotit me ta? Këtë din të e ka caktu Allah e tina më pëndua? Këtë dim na? Pa sa njëre ka në zëllum qare keqë këtë dënja? Edhe në fund deke se bo bërri mirë sa të dush. Se zgatëm, pa më duket, në bënë Allah, pa më dyrtë. Kemi një telefonat në linje, selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Të ishte një pyetje për hoxhën. Në fakt është një këshill për lypi për hoxhës. E kom pas që më vonë jena të martohen që 10 vjet. Edhe kuve të fundit ju ka bo burrit si zakon, ta në kuhen veç shanë. Kush, burrë ta? Deshta burri jam. Deshta veç një këshill për hoxhës m'ja dhonë që me largu këtë vezë, gjyqysh mos me përserit mo. I shanë të huajt apo fjala? Qyshte? I shanë të huajt apo? Në përgjithësi, futbollin me po, shanë. Të marrin një këshill prej hoxhës. Allah shpëleft, hoxhën ndrum. Janë shumë fatkeqësisht edhe prej praktikuesve musliman që i ka mbet kjo me shanë në fjalë ofenduese. Një këshill për rregull gjenerale. Kjo cilësi apo ves shumë i keq. Kjo është ves shumë i keq. Pejgamberi alayhi salam ka ndaluar që të shahet robi. Për disa hadithe, ndërto ka thonë pe gjëra më të mëdha njëri me shanonën e vet, prindin e vet. Ka një Rasulullah, sa ka dikush që bën këto hëna? Ka thonë po, te shanë atë, tani kur të një të shanë ty, e që bje të shavë nanën tane. Pe gjëra më të mëdha. Pastaj nuk muslimanët do të mësë pas etik, moral, karakter. E qa është etika? A bëmë e ditë. Qka është? Etika, qka është? Etika, morali, karakter, ahlaku, qka është? është një grumbu, një kalablak. Të parash, cilësish, të cilat e shoqërojnë robin. Një kalablak. E që bi është këtë jetë e njëri. E jashtme. Jo e mbrendshme. Vepruarit me dorë është etik. është pjesë ahlakut. A me folë robet, a mos e folë. Folë me dorë të majtë. Qa thëjnë mileti? Pse s'bën me dorë të majtë? Nuk është etike. Mja dhe njërit veç majtë e gishtave. Nuk është etik. Kërë fletë gruja huja, s'ga dorja shtërngan, ba grust huj. A burrave, jep majnë e gishtave. Nuk e etika ja. Se me ndje madhësi. Pse veç gishtat jep njerëzve kërë fletë me ta? është me ndje madhësi. Nuk e etik. Gritja e zanit, nuk është etik. Me zë tullët, me ndëgju ma shumë, a pak me folë, fjallë me zgjidh fjallë të mira, tambla.
me qeni kujdesshëm, i matën, etik. Edhe në kondët e nësaj, fjallët e pista, dvrashta, tranda, janë rrituse. E prishin, e cëngojnë etikën e besimtarit. Pejgamberi sa me ka ngritë shumë lartë çështjen e etikës, moralit. Dhe ka thonë se nuk ka diçka, qa peshan marand, në peshoje të ditës kiametit, mas takvallokut, imanit, se sa husnul khuluq, etika, morali i mirë, la ilaha illallah. E tani, engas për shanë, shqetse ka hadithin për mësë shabë prind, ka dhe hadithet tjera sa të dush, ndërto, lese l-mominu, billani, wala tani, wala l-fahishe, wala l-bedhi, besimtari nuk shanë, bre. Nuk shanë, është të rrituse. Nuk shanë. Sarë që ashen gjëna, pse për shanë? Thuj la hawla wala quwwata illa billah, hasbuna Allahu ni'mal wakil. Kujto Allahun. E ranë kjo punë. Njerëz të ligjë. Njerëz të ligjë. Një rgacat, përdori fjalë, se këtë qënë fjalë rrugëve. Të jenë fjalë rrugëve. Fjalë të pista, jenë fjalë rrugëve. E rrugëve kush rrinë? Rgacat. Pra është nivel i ullt. I ullt. Nuk është fjale odave, nuk është fjale... Për shumë dhe ke vrejt njerëzit, ata që janë më të shpërlarit, kur janë në publik, kur janë në parlament, ose kënë dikon rrugën. E pësa si e njëjtë edhe kur je kështu? Dhe që gjithmonë i rujtu në ropi. E një muslimant ruhën para Zotit. Para se më rujt para njerëzve. Allahu ja hjek atë cilësit, atë vest keq ati burrit të një arabi, se vërtet është të keq kja. Amin, Allah që left. Kemi një telefonat në linje, selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. A kemi telefonatën, apo ka ikë telefonata? Si duket telefonata hoqë ka ikë, ka një pyetje që më ka rritë për redaksia qëtu. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Apo një pyetje për hoxhën? Po jeni linje drejt për drejt, urnoni hoxha pyet dëgjon. Kështu, na si Hanafit ishta me pyet hoxhën, a kena për detyrë me nda sunetet, për shembull shem 4 sunete, 2 me fal një herë, me dhon selam edhe 2 tjera. Edhe kam një pyetje për hoxhën. Unë e kam 4 fëmijë, jetojna në Gjermani, fëmija mi, elhamdulillah, krejt janë rrugës drejt, janë namazli, po unë e kam një brengë se unë e vetë nuk i kom mësu fëmijën e mi, edhe unë e falë në krejt, po unë e si kom mësu se s'kom ditë edhe vetë shumë, a e kam përgjësit e Allahun me dhonë që unë e si kom mësu fëmijën e mi. Edhe një pyetje që i banë shumë shpejt, kur të marrëm avdes, a është bidat me la qafen? E kemi pas këtë pyetje edhe herën e kalume, po djozeze, Vjen keqë nëse pas në ndëgju, po s'ka det, nëse keni ku, nëse ju atë mbetet ashtu. Pyetjen e tretë do kërkoj hoxhës së shpejt. Allah ju shpërblet, Amin. e javdash gjithë të mirat këtë botë edhe në ahiret. Ade, selamu alaikum. Amin. Sa përket suneteve që janë nga 4 rekate, suneti drekës dhe i këndis, bën më fal nga 4, bën më fal nga 2. Bën nga 4, bën nga 2. Më tha drejtin më shumë plan zemrë fal nga 2, po nuk ka dërtë nga 4. Sa përket punës e fëmijëve, jo më tërë nuk ke gjenacarët, sepse gjenacarët i shikon, po mos të kishtë mësu fëmin askosh. Për dërësa dikush i mësën fëmin, e mësën baba e vetë, a gjyshi i vetë, a me gjëllarët e vetë, a mësën hoxha më në herë, i qanët e hoxha si të vagit, si të vegjel,
A i mësë vëllai i madh, vllazin e vogël, nuk prish punë ajo. Nuk prish punë. Nëse dikush i mëson, o i heki përgjegjësinë e tjerëve. E rëndësishme është mjetu të falen, kaq, s'ki asnjë ngarkesë tjetër. Te abdesin amilog qafën, kemi pas herën kalon, po Kemi cek për këtë cilë, kemi thonë se kjo nuk ceket në hadithet të cilat janë transmetuar rreth abdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se hadithet Osmanit e Zeidit dhe të tjerë, radiallahu anhum, nuk ceket dhënia mes qafës, e pastaj po është cekur në për librat fikut, është cekur, librat të ulemat e vëndshëm, a është mubah e lejuar, a është bidat ndaluar, a është mustahabe preferuar. Kanë thonë ashtu, kanë thonë ashtu, kanë thonë ashtu, por përderisa nuk është në hadithe e cekne, nuk konsiderohet për suneteve të abdestit, për pas nëse është zheg vape madhe dhe do më fladit njëtin ku robi, do më fladit me lahet qafë në regull është. Se kur më abdes e robi në vapë verës freskohet fladitet, andaj do me lahet qafë në regull, për ndryshe nuk konsiderohet për suneteve të abdestit. Allahu alem. Allah që leftë. Hoxha ndruan, besoj që pajtoj shkojmë një pauzë të shkurtër. Të dashur miq, shkojmë një pauzë të shkurtër dhe shpresojmë të rikthehemi sërish me emision Rruga e Ndriçuar. Mos u ndani nga kanali i Tris. Selam aleikum të dashur miq, mirë se jemi rikthyer sërish me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me ju, po të hoxha ndruar profesor doktor Shevqet Krasniqi. Të dashur miq, mos harroni të na shkruani, të na telefononi në numrat kontaktues 046 22 0022. Po ashtu na ndjeshni në Facebook dhe YouTube këto faqe personale të hoxhës profesor doktor Shevqet Krasniqi. Hoxha ndruam, na ka arrit një pyetje nga redaksia. Por pyetja si pyetje që nga e gjatë pauzës, po ta mundësi me lexuar alhamdulillah. Është dikush që ka pa një ëndër, të ka pa një ëndër që ka vdek dhe një dritë i ka bërë disa pyetje. Thotë dhe i kom përgjigj. Pastaj u ka dhënë mundësia me hy në xhenet, po mundësinë ka pas për 60 sekonda me hy në dyrë xhenetit. Nuk ka arrit për këto 60 sekonda me hy në dyrë të xhenetit dhe dyrët që kanë mbyll, ëndra po e tregoj që ka shkruajt. Pastaj është futur në xhehenem dhe në xhehenem thotë më kanë djeg kam flak. Një shpjegim për ju di që ju nuk keni qef fort me ëndra, por këtu thotë që edhe ka pa tani pastaj nënën e vet të hyjnë në xhenet se shkrimi është shumë i gjatë. Një këshill për këto lloj ëndra hoç. Na ëndra të vërtet që nuk mirë me tu fort. Por me pa ëndër që ke vdek, mund të sinjalizoj në përfundimin e një faze. Nëse më lejon, nga regjia më thonë, këtë ëndër ka pa një fëmijë me autizëm. Nëse mund të sinjalizoj në përfundim të një faze të shkollimit, smundjes, një pendim, kthim të Zotit të barëke o ta'ala, por nga njëherë mund të sinjalizoj që edhe nashta ymri harxhu. Ymri. Andaj, edhe në barë të robi që ka pa ëndrën, edhe në cilin kohë ka pa, e ëndra nga njerë ka mundësi me qenë edhe prej shejtanit, prej nefsit, da nuk bënu bë marak shumë në te. Allah inshallah bën hajrë. Amin. Allah ndërëft. Pranojmë telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Wa alaikum selam rahmetullah wa barakatuh. Keni pyetje për hoxhën? Po, kam pyetje, po mas pari do shta një 2-3 minuta mi marr pak ekstra,
me falenderu Allahun e madhërum për një dietar, një shkencëtar, një punëtor si kur Hoxhën që na i ka qua Allah. Elhamdulillah. Alhamdulillah, Allah e nderoft. Faleminderit shumë. Une për veti, prej që më kom fëmijë, prej 2000-tës, e moj men, kur jem kon të Hoxha i nderum në shpinë e tina, prej asoj kohë kur Hoxha ka dhon ders, edhe nuk u nal kur për punën e tina, e inshallah Allah ja dhuron xhenetin Firdausi. Amin. Edhe veç do shta pak me spjegu si që punën tem, qysh si fëmi pa ta nis mu fal krejt ato në shkollët mesme, u kry shkolla mesme, e lash pak fen, mas nej, po Allah se kom lon kur, gjithmonë i kom luti, i kom afru, Alhamdulillah. edhe prej asaj që kom ardhë në Amerikë, që nja 15 vjetë këtu, gjithmonë gjumon, kam vazhdu me shku me falë, po mu falë 5 vaktet, halos pa ta mujtë se jem konë dhe sene, të menu që s'muj mu falë se jem t'i bosh të sene, deri sa Allah ma qëj dritën, edhe tash që sa vjetë falëna me 5 vaktet, e vazhdej krejt ato që Allah na i ka dhonë, se pak me emocione, se këgja si Nderum, më a patët një pyetje për Hoxhën? Po, kam pyetje për Hoxhën. E kam dëgju Shek Albanin që ka thonë i kena 5-6 jeta. Dhe më thonë jetën e pare ka thonë e kena në bark nanës, jetën e dytë e kena ku jena këtë, jetën e tretë ditë në vorën, pastaj dita gjykimit dhe xhenetin inshallah. Unë veç doshta me ditë këtë, masi që jena këtë, doshta me ditë rënditjen, çka vjen, derisa kur vjen Isai a.s. vjen Dejjalli a.s. kur të vjen me Dejjallit dia, alayhis salam si thuj veç. dhe Mirë. më fal, subhanallah, ato ke shumë gabim prej meje, po Allah alem. Pyetja jote konkrete është se jasë më me shku se gash. Rënditjen që ka me ndodhë, dhe më thonë, a ka më ardhë me dia, Dejjalli, Isai a.s. pastaj gjagj e me gjagj, edhe ditja kam kiametit, veç rënditjen po të Në rregull, i nderuam, unë do falenderoj për pyetjen, do kërkoj për Hoxhën që shkurtimisht sepse kjo pyetje besoj që është për një temë të gjatë nëse him kështu. Do kërkojmë për Hoxhën që një këshill, ama shkurtimisht lutem se të tjerët po na presin tani. Allah i nderoft. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, mos harro na telefono dhe herave tjera. Selam aleikum. Hoxhë i nderuam. Nga Shek Albani 5-6 jeta. Kjo është e njohur, po jo për Albanit, po është e njohur kjo, dihet kjo mesele, është jeta në bark nanës, është, apo thëj ndryshe, kontakti e shpirtit me trup që forman jetën. Nga se trupi pa shpirt, shpirta si pas mendimit me të fortë të ulemave, janë të krijuar që më të në ezel, po nuk kam pas trupa. Pastaj trupi fillon të formohet në barkën e nanës, por është pa shpirt, derisa ta kalon 120 ditëshin. Andaj jeta si jetë e një trupi është kur është i bashkuar shpirti dhe trupi. E jeta e shpirtit dhe trupit kalon në për këto faza, në barkën e nanës, se quhet embrion. Pastaj në jetën e përditshme këtë dynja, se kur ne që jemi tani, 2, kur është fjetur, 3, në gjumë. Është jetë e veçantë ajo, është lidhje e veçantë e shpirtit dhe trupit. 4 jeta në varreza, edhe 5 jeta në ditën e gjykimit të tutje.
Tu e në 5, tjera s'ka. Se përket jetës të Isa e të gjellë, a bon të lomë për në emision tjetër që... Po ato në fakt edhe nuk kemi ne argumente të sakta në renditje. Ne kemi argumente se ato do të ndodhin gjithsesi, nuk ka pikë dyshimi, por cila vjen e para, cila vjen e dyta me një herë, nuk janë sakta, precize, nuk jemi informuar në detaje. Tamam? Kështu që ato që ka është me njohura, dhe që ja bërë mas ngatit të përfitohet për argumenteve, është se pari vje Mehdiu, i cili bashkën miletin. Dhe Allahu shton bereqet shumë kohën e tina, bashkohen musliman të bereqet toka, që të fytët e sajnë, s'ka fukare, këtë njerëzit kanë e tjerë. Por, pastaj vjen Isa, alayhi salam. Dhe në kohë të Isës ndodhen edhe dy shenjë tjera të kiametit të mëdha. Dejjalli dhe Ya'juj Ma'juj. Kështu që Mehdiu, Isa, Dejjalli, Ya'juj Ma'juj kaluan, shkon 4. Petë mëdhave. Mbetet dalja në shtazës nga toka, dabët el ard, cilat del për tokë dhe flet njerëzve. Shtazë për tokës del. Pastaj, lindja e diellit nga perëndimi. E që ndodh një herë, veç një ditë, lind dielli nga perëndimi. Tamam? Këto janë kryesorët. Ani pse pastaj përmendën tre hadithe tjera janë 3 zjarre. është përmendur në hadith edhe dukhani timi. Nëse temë e gjatë, qysha dhe vetë, po. Për ata dhe kërkova që më thonë herëve tjera. Allah shumë lift, faleminderit hoxh. Kemi një telefonat në linje, selamu alaikum. Alo, selamu alaikum, selam, rahmetullah. Ju përshëndes juve dhe hoxhën. Edhe na të përshëndesim, faleminderit. Keni pyetje për hoxhën? Po. Nani? Neve na ka ndodhur në rast një shpim, familje. Njoni këtu në katon e ka ngut vjerën temen morali, karte dera, djemt ka ndosht me ndal ata, s'kan mujtën me ndal, edhe ka nërë dhejt e rejja, e atë e në borë krejtash për momentin. Ajna karte dera vetë, ma ka nga smu vjerën. Na kitë falme, ato janë që nuk falen. Ta shti krejt janë para burgeme, dhe shta me vetë hoxhën, shka mund mu konë kjo? Mirë, faleminderit, Allah shumë lift, të lypim një këshill për hoxhë. Po. Një prej katonit thotë ka ka ngus vjerën në moral, kanë dalë djelt në kap, tash ata janë në paraburgim. Ç'a mund të më konë kjo? Djelt? Tani ju në kanë mbrojt nanën. Kanë mbrojt nanën edhe po nanës se kanë mbrojt ata nashta po që kanë rrehet të baki. Se e sëllmu se ka, me mbrojt e kërë sëllman. Po tash, Allahu dhe zoft ata të katonarin, po edhe djemt. Pasa Allahu më fani shpre sa pisi vjen. Nëse pa maral shpre të flet. E të fëndana, më herë me dalë me reha. Së është në regull e. Jo kam drejt. Pas drejt tani shka në Rimburg. Sepse e ke lëndu njeri jun, ke përdordhun dhe i tina. Dhe gjikatë që nuk ka qare pas Rimburg. Fjala a nëpse është të ranë, fjallë goje, po është me letë se sa përdorimi dhunës. Pas të mos të harrojmë se këtë sistem demokratik. Njerëzit e shfrytëzojnë lirinë e shprehjes. Dhe atina i teket midis asfaltit, midis dite, ta lyp grunë. Dhe me dalë me vra. I teket. Po, në me thët, anë qka?
Demokracia kjo. Lëngërë aty, mërë mu, kaqë. Dhe se do kanë me ty, sa të bëhet me mu. A dhe me dojnë me reha. O dhe, këtë sistem demokratik, ja o mundësan njerëzve të ligë. O mundësan njerëzve të ligë. Mirë nuk pas kanë bëhë këta djemët. Mirë nuk kanë bëhë që ndale kanë rejnë njerin. E runa zëtë, të në tu më bëndë një të keqe, me nanën, me motrëna, me dikana, që të rjenë mbrojtë të mamë, se thjesht ja fletë dikush një fjallë nanës e motrë sanë. Bërë dhe sanë kështë s'pejnë një. Allah runa për njerëzët këqi, ja Rabbi. Allahu në arruj për njerëzët këqi. Allahu në arruj për njerëzët këqi. Amin. A pranim telefonatën e radhës. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam. Selam aleikum dhe për juve. Aleikum selam, faleminderit. E kam një pyetje për hoxhën. Hajde, bismillah. Bismillah. E kam pasur një banesë edhe e kam shit banesën. Mirë po e kam shit banesën përmes një agencionit, ma shpejt u shit ke banesën. Me në 2-3 mujve e shit ke agencioni. Mirë po, ajo që është konë puna ato që ma kanë ble banesën mua, ma kanë ble banesën me kredit. E unë që kjo po mbregos, a kam unë edhe një mëkat, për shembull që unë jam bo razimi ashit ati që për meraj me kredit. Që kjo... A që ka dhonë parët e ty? A i parët mu s'mi ka dhonë, po ja ka dhonë agencionit, të në agencioni mu mi ka dhonë parët. Normal agencioni, për shembull, banesa kushton 50 euro, agencioni thotë unë 1 euro i marë, që di po ta shes banesën ma shpejt, ama aj, kur e ka ble banesën, normal unë e parët e krediti i ka morë, për mbon i ka morë parët. Unë ty e mëse përseret 2 herë. 1 herë, parët i ke marë. Po. Kaq, në regullë. Allah i shpërblift, marrim një këshill për hoxhë. Selam aleikum. S'ke gjënat të sanat. Sanë gjënat të s'ke. Të s'ke thonë kredit. Asgojnë se ke qilë. Unë nuk e kam bërsh kur të shes një mall, me qitë kushte me thonë, a i cili ka parat e përzini me halal e me haram, më zëvnë më ble. A i cili se ka parat me njërës, më zëvnë më ble. A i cili ka parat me kredit, më zëvnë më ble. Jo, nuk e kam unë atë kompetencë me kontrolu njerëzit, ka i marrin parat. Pastaj ose ai që nuk ka besimtar mos vjen të unë me ma ble banesë. Jo, mos e ka obligim në patë punë, se kam obligim asnjë ato. Banesën ka qitë me shit, kosh, dënë ta blenë. Ta blenë kosh dënë mëre. E ka dhënë agjenci se kry mesela, te i merr parët e mësë lëdhë për atë punë bile. Nuk e gjena, inshallah, pa marak. Amin. Allah nderoft. Kemi telefonatën e radhës. Selamu aleikum. Selamu aleikum. Aleikum selam, rahmatullah. Për juve në studio, hoxhën dhe juve. Allah shpërblift. Shqyqër që mu dha mundësia, disa herë kom provu, po i rapor. është tjelu disa herë kjo çështje e zekatit. Po, për veti po më intereson për shembull, kam dhënë para 2 vite një zekat, do më thonë tari që kam unë si nuse, që e kam pas, se s'kam dhënë vite tjera. Edhe qysh ma ka marrë mendja, do më thonë e kom bo një fashume dhe kom dhënë para 2 vite, do më thonë për vitet që s'kam dhënë. Po tash kam fillu, do më thonë vjet për vjet me dhënë, po nuk e kam qartë edhe njëherë, disa hoxhallar thonë që për ato që e banë s'ki nevoj me dhënë, e di se është 80 gram, do me thonë që ki mbi 80, duesh me dhënë, prap nuk e kam këta qartë. Për shembull, unë një pjesë që du m'ja vlan, kam 2 djemë, që du m'ja vlan djemve, po nuk ja kam dhënë ende se janë 3 ata. A me hy edhe ajo, do me thonë si zekot, me dhënë zekot për ata, apo se ende e mboj unë, do me thonë nuk ja kom dorëzu se janë 3, mendoj se mu mi hargju ose dishka, edhe a me shtys, me hyta i te unë, do me thonë si zekot, apo me thonë edhe për qata, edhe për këto që e mboj, do me thonë në trup që e mboj. është, do me thonë, kjo pyetja e parë. E dyta është, hoxhin nderuar,
Si kanë me qenë femrat në xhenet, me çfarë moshe dhe në bukurinë e kujt kanë me qenë? Aleikum selam, faleminderit shumë. Asalamu alaikum. Fozi kemi dy pyetje. Po, sa përket dy pyetjes dytë, Allahu alem, argumentet që flasin për moshën e banorëve të xhenetit, rreth të 3 vjet, i përfshin edhe gratë edhe burrat. Edhe gratë edhe burrat. Për punën e bukurisë, tani ka hadithe tjera që flasin se gratë e kësaj dynjaje do të jenë edhe më të bukura se sa hyjet e xhenetit. Pra hyjet e xhenetit janë krijesat më të bukura që ka falë Allah. Por gratë tona, nëse dënë Allah më në bashku me tonë xhenet, nëse dënë, janë edhe më të mirë se ato. Me që në kupton se janë shumë të bukura. I zbukuroni madhe Zot shumë për burrat e tyre. Dhërat për Zotit, për dy palët, edhe për gra, edhe për burra. Të puna e zeqatit e ndëruar, ato që e theti mirë e ki, që ashtu është, sepse vetë ulemat në Islam nuk janë një goje, razi, krejt, në një mendimi. Saj për rëzecatit të arit, stëlive të arit, që i bajnë gratë. Hanefit tonë dhe Hanbelit, thonë se dohet me dhanë zeqat. Pa marë se e përdor, a nuk e përdor. Zeqatën të cilën e ki dohet me dhanë, zeqatën e arit që ki dohet me dhanë dhe të argjentit. Të ndash bajnë, tash më se bajnë. Kemi në anën tjetër, mendimin e ulemave tjere, që thonë se zeqatin e arit nuk e jep heq. Qa stëli, stëlive, sepse është për stëli. Dhe ki mendimin tjetër që thëtë zeqatin tash varet. Zeqatin e arit këqyrëm, nëse lënë që atë mënesë, se tha kjo motra, do i la që atë e ruj, për djeme, për nëjë darsën veçantë, nëse ko ta diju, nëse edhe arin tjetër që banë pa nalë. Jo do vëthe i zingjiri që banë motrat, pa ndërprej, në stop. Dhe ndajnë. Këta që e përdorë, ose në pejtë të bim që shkon dikon, këta që e përdorë, jep zeqat, në kondër të nuk jep zeqat, nërsa ata që nuk e përdorë, jep zeqat. Ta shke ka një këtu. Për mu, për mendimin të ema, e që anë plan zemër është se zeqatin do të me dhonë për këtë arin, që e banë dhe nuk e banë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pasaj grus arin edhe i ka thonë qka është, e jep zeqatin për ta? Ka thonë ju. Ka thonë atë pajtën të dëshiran që Allahun vënë ty në rathëve të gjithë rathë zjarë me gjehnem ditë kiametit. Dhe këtë mendime ka dhe Bin Bazi, rahmetullahi alaihi, edhe dërsa ulemat të tjerë, se zeqatin e arit do të me dhanë gratë. Allahu alem. Po, në kështu e shëf. Derisa Rezia nuk më banë me dje se kemi një telefonat. Kemi një telefonat. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa ta pas një pyetje për hoxhën. Urnani, jeni drejt për drejt, hoxha po i dëgjon. Deshta me vetë, cila surë është më e mira që e përdor
për ditë, në det, ajden. Kur? Në dita apo? Cila surë është më e mira për me lexu gjatë ditës? Po. Allah e nderoft. Qysh ditën, qysh po mendoj? Me lexu ditën. Qysh me lexu? A me lexu namaz, a është namaz? A jemi në linje? Po. Qysh me lexu? Oja po Namaz pyet çka? Oja po e pyet për ku keni fjalën për me lexu namaz apo jashtë namazit? Jashtë namazit, për shembull del në për rrugë dhe ajden që Tamam. është në çdo herë. Jenë Tamam. kërë në autobus, në kërë. Tamam. O po, Zotë ju rujtë, selam aleikum. Aleikum selam. Allah i trujt. Në këtë Korani është nuri o dritë, por surët al-Baqara është surja më e madhe në Koran. Ajetul Kursi, ajeti i Kursisë që është surët al-Baqara është ajeti më i madh në Koran. Surët al-Mulk, Tebareke alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lezu për çdo ditë. Në sabah në mramje. Kullu Allahun, kullu udhu birabil felek, kullu udhu birabil nas, sabah akshom. Dhe çka të lexesh, elhamdulillah. Allah shpëleft. Nga regjia nuk më bojnë me dia kemi telefonat, kjo mund të më konë telefonata e fundit për sonte. Alo, selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën. Po, kam pyetje për hoxhën. Hajde bismillah. Unë veç dihta me pyet hoxhën. Elhamdulillah, nëse Zoti më ka çuar 4 djalë, edhe si. Apo njëmi? Po. Nëse një ka në lindje, o shku nga dyja, do më Tani, pa lindi. po? Një tjetër, para 8 vjetë më pat mytë me kërë një kamësor, një komunikacion. Allah në gjenet. Edhe një, do më hundi, ko 4 vjetë, që është ko më është 28 vjeçore, edhe ato, që është kamësor, është ko në një biciklet e ka rëndojem, Allahu i Zezar, po ka thonë fakt se ata më shku para bejnë nga dyja. 2 të kanë shku. 2 kanë shku kështu edhe në komunikacion, në kamësori në kom. Edhe sa i ki? Një klos, edhe një djallë e kam, edhe i qik. Djallë i ko, do më honë i ko në pekena, edhe i mes, edhe qik e ka një djallë edhe i qik. Elhamdulillah. Edhe 2 janë në Gjermani, ata e në konë që tash, unë e ku pos një farë sëllmi pak që tash, për dishtë të Zoti, pështua, për pak. Elhamdulillah që kjo shpëtu. Edhe, dishtë aty që ta 2 veja pa ta folë me herë, dhe në këtë komunikacion burë, asë ta s'ka po që janë shkirë. Të më bëllë që a i sigurët edhe në. Allah i sevap, ja Vishë thash, amin në shohë, andej shumë. E thash vishë më vetë për shalë dhe hujëm, na besujmë një muslimën e besujmë, na 2 janë tjetër se kemë për masë ku kemë shkuve. A ekzisto mundësia më takune me ta atje për shambull. Ma 2 tash edhe qa më lutë për ta ma shumë, qa më dhonë për ta ma shumë, që të se më dhonë. Allahu i dasht, i ndëroft, e ju shpëbleft. Me djemë tua? Ha? Me djemë tu më taku? Po me djelë. Tamam. Një unë e konë 28 vjetë, një unë e konë 12 vjetë. La ilaha illallah. Allahu i lutur të bashkohë në Kërë gjenet. unë për vete, a di tash, kërë për leke Zotit, Allahu e për ta forcojke dhe imonin e për ta bëjke edhe më të furt. Nashta po bisedojmë shumë, mos po të markohë më shumë, edhe? Allahu i forcoft. Që ata Allahu e për ta shtypja edhe shumë që është të mi vesh me shumë që jem ata 2000 këthe, nuk se ta patë më këthy të mija, po drejtën më të ka luku, thash e ka njëtën e vetë, ata natë të gënën. E përshkojmë atje, herë po vinë ata, kohë që është tash. Elhamdulillah që mundësi që janë tani për më ullëtu në Evropë, Allah ju lesoft, ju bashkof në gjenet, faleminderit që na keni telefonu. Selam aleikum. Aleikum selam. Wa rahmetullahi wa barakatuhu. E fundi telefonata po prekse. Po shumë prekse, bash. Edhe prekse kuptim të mërzis, po edhe prekse në kuptim të sabrit. Është që është bëjnë burat sabër. Që shë presin ka derën me gjëks hapër. Kjo burë, i lidhës me Allah. La ilaha. Kjo për të rëganë se me të rëgu për tujt, e ju për e vlad vetë. Pra, kur dëgjojmë, nim, rrim, me njërës të tjilë, të forcojnë imanin.
tepin këshill. Pa dash me dhanë këshill, tep këshill. Apo të dveta e ty diçka, të mërë këshill për ti në mësan. Ma shumë sa që mësan e për teje. Kështu që në dhe të mësu për tjerëve. Nuk kem shefi. Se s'mem shefi, dhe s'ka nevojë shef. Unë që sa vite më këtu në emision, dhe sa kam përfitone kështu. Veç Zoti e din, sa kam përfitone pe vllaznive, pe motrave, anën banë, trojve shqiptare, në diaspore, në Amerike, ku ta dyun atje, sa kam përfitu për ty. Dhe më kanë dhënë një shkollë, përpos shkollës që kam krye me letra. Po vallahi. Për ata në shumë jam falenderues, shumë jam i kënaqur dhe nuk e gjbëj. Këto takime që kam me qiftin e këtij dhe këta që na vetëm para tina dhe këto dy javë që kena, nuk e gjbëj këto me sa të dush pare me qitë një në nanë. Rane se sa të dush, edhe dush atë pare, ja ka një. Moshe sa të dush, nuk të këqyris. Edhe vallahi nuk të këqyris. Edhe billahi nuk të këqyris. Edhe mos të ta se kur për jetë s'monish me mush mene. Përfiton njëri pe të tjerëve, përfiton shumë. Pra, për e përseres njëri të dvet, ai mund, pa të pak tjenë, mundet me të këshillu të dvet. Pejgamberi ka përdor këtë metodë sallallahu nga një herë. Por mund të jesh me dvet. A mund të dy anë ti përfiton. Mësan. Ta shkën a dhani këshill të mirë. Këte Allahu e paguft, edhe shoqen e ti ja Rabbel Alamin. Po edhe djalin e vajzën e ti Allah i paguft, sepse edhe ata nuk e kanë letë. Mila nanë e babën vetë, nga se dy tjeri kanë shku në ahiret. I këni qu për para. Vesh për para jush i këni qu. Apo mas sakti ka marrë Zoti para juve. Dhe ju vetëm kur dalën para Allahut, por me emrin e Allahut, shpirtat e juve takon me shpirtat e ty në natën që këni me dikë. Natën e vorët. Natën e vorët, shpirti takohet me shpirtat e tjerë. Dhe afroni shpirtat e tjerë, kalablak, krejqat njojnë. Ka orë filani. Edhe nisën të ngojnë. Dikush të vetë diçka, tjerë të ngojnë, dikush vetë diçka, tjerë të ngojnë. E pa filanin, të shekon filanin, të shela filanin, që po bën filanin. Dhe sa dikush të ato balë, lene njerën se o lodhë. Dhe ta shkyme neve shto është. Lene. Lene njerën, dhe të përshanë. E shpirt e lypë, dashërën e vetë. E lypë babën e nanën, e djalin, e qikin, e vlanë, e lypë. E lypë. Inshallah Allah të knaqë me ta ja Rabbi. A mund ndërhyjë të shkurt. Në jetën e varrezave, a ka gjumë në jetën e varrezave? A ka gjumë? Jo, nuk ka gjumë jetën e varrezave. Jo, nuk ka gjumë. Në moment që vdes njeriu, gjumë nuk ka. Nuk ka gjumë. Ka jetë. Por jetë më sheft. Pasar për neve. Sepse është jetë e botës tjetër. Për momenti që njeriu e dalë me ilaçet para me marrë shpirtin, çdo send mo, aty fillon bota tjetër për te. Për ata Aisha me ilaçet, ti nuk ishe. Që të ndhomi. Ai filloi me shijue simptomet, shenjat e para të botës tjetër.
Andaj çdo send që është i botës tjetër është gajb, i psheft për neve, nuk ka gjas, nuk ka shans me kuptuni. Shans. Hoxha nderuam, telefonuesi tha që edhe çfarë lutje me botë Allahu për evladet që kanë kalu për kësaj bote. Lutje me bo, çka i thot zemra babes për evlat. Çka i thot? Zemra prindit për evlat e qëtë lutjen më të shtrejt, më të tëmbel, më të mirë. Me më shëru Allah të evlat. Ai që ka dek, do më dhjët e ka dek, inshallah, Pa kusure. pa kusur. Dhe këtë tjetër me falë Allah. Aksidentalisht ka pas aksident. Me spastrim, inshallah, të aksident. Amin ya Rabbi. Spastrim. E mja zgjeru vorën. E mja ndryqu vorën. E mja letu jetën atina të janë varreza. E me knat shpirtin e ti me shpirtat aty në tjerve që janë bashka tje jarë. E me të bashku me ta. E me të rujtë Allah këta që i ki. Elhamdulillah që pas këtë tjetër në djallë. E pas ka evlada, elhamdulillah, inshallah dhe tjerë gjonë hala. E lem për mas ata ja Rabbel Alamin, nuk shetë gjonë tamë. Dhe sholift. E dënjaja është provë. Li jebluvekum ejukum ahsanu amela. Është provë për të sprovuar juve se kush për jush për punon punë më të mira. Pra është gara. Me garun punë të hajrit. Allah nderoft. Allahu na bëft për atyre që garojnë punë të hajrit, e punojnë punë të hajrit, Hoxha nderuam. e jetojnë punë të hajrit, edhe vdesin me amele e me fjalë të hajrit. Amin. Hoxha nderuam. Para se ta përmbyllim emisionin, edhe pse i kemi kalu minutat që të kemi pas këto ditë në Kosovë u bon një shkak i rreshjeve të shift, një vërshim në disa qytete të Kosovës, disa fshatra, u vërshun lumenjët dhe pa disa vërshime, por jo vetëm në Kosovë, po kemi edhe jashtë Kosove, kemi pa disa prej muslimanëve, ku janë banojnë tentat e tyre, i ka vërshu ujtë. Une, du me lyp për juve hoxhë nderuam të dashtun, me boni dua të Allahu xhelle shanehu për të gjithë ata që përballen me vërshime dhe përvojnë. Nëse ka mundësi. Ata, edhe këta tonë, edhe ta krejt, që jeta e insanit është e tillë, e mbushur me sprova. Pastaj, jo vetëm kaq, por nga një herë në vinë disa bela rezultati duarve tona që kanë punojnë dorët e tona. Shka thonë Allah, wa ma asabekum mi musibetin, fe bima kesebet aydikum, wa yafu an kathir. Belat që godasin juve në rezultati asaj që punojnë dorët e juaja. Muslimanët janë të shka përderdhur. Muslimanët e din se çfarë dini kanë. E nëse nuk e din, atëherë është ma keq. Por nëse e din dhe duhet ta din, por nuk e majnë. Muslimanët e kanë shorrugën e Zotit. Shumë prej tyre. Kanë marrë të para cilësi të tjerëve. Me çka Allah nuk është i kënaqur. Nuk është i kënaqur. Andaj edhe vinë belat. Në anën tjetër, këto belas prova që kanë muslimanët, i gdhendin, i ngritin lartë, i pjekun.
gjendje të rënda ekonomike, politike, sociale, krijojnë, nxirren burrat më dhej, njerëz të meqë, të cilët e ndryshojnë gjendjen. Ndryshojnë gjendjen. E ne kemi për detyrë më lutë për çdo ditë, për ata që shohim, e që ndëgjojmë, se çka bëhet me gra, me fëmijë, me musliman. Veçantë ata të cilët zgjohen natën në pjesën e tretë natës. Me lutë Allahun o Zot, më shërej muslimanët kudo që janë. Ja Rabbi. Zullumin muslimanët kudo që janë. O Zot, ngij ata që janë të uritur. E veshje mbath ata që janë të zbathur e të zhveshur. I që frikën pëzëlloja largë ata që janë të friksuar. E shërej të smuarit. E liraj rabret e tyne, Zoti jonë. Bashkaj zemrat e tyne. Largaja o armikën për tyne. Ruj musliman për shjerë çdo kujt, ja Rabbel Alamin. Ruj vendet e muslimanëve, ruj vendin tonë, Zoti jonë, dhe krejt vendet e muslimanëve kudo që janë. Për shjerë çdo shjerë, Zoti jonë. Kushdo që dënë, më na bëj sharr neve, për muslimanëve, Islamit të muslimanëve, Allahu mos e lash me bëj sharr, e as brapsat sharr, e a ktheft në kryt ti dhe në kryt tyne, ja Rabbel Alamin. Allahumma amin. Amin. Faleminderit. Allahu nderoft, të dhatë shëndet të gjithë mirat. Faleminderit. Të dashur miq, ishim së bashku me juve dhe hoxhën tonë të tuajin, profesor doktor Shevket Krasniqi me emision Rruga e Ndriçuar. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, selamu alaikum.